anche tenisit. Ni du, natën e mirë. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, mirë mbrëma të gjithë, faleminderit shumë që keni ardhur në konferencën për mediat pas ndeshjes Shqipëria-Andorra këtu në arenën kombëtare. Jemi me trajnerin Silvino që zakonisht do të përgjigjet pyetje tuaja dhe fillojmë herë me pyetjen e parë. Neritant, lutem. Mirë mbrëma, mister. A ju rezultoi edhe juve të paktën siç e pam ne nga tribuna një kundërshtar më i lehtë nga sa pritej? Pyetja e parë, dhe a morët atë që dëshironit nga kjo skuadër pavarësisht atyre ndryshimeve që kishit bërë juve? Faleminderit. Shëndetje. Mirë bravo. Guarda, sì, era veloce. È tutto molto veloce il girone, un girone duro. Oggi praticamente è un obbligo da vincere per rimanere in gironi. Non è facile giocare così perché la squadra avversaria gioca veramente con cuore. Ho visto queste squadre, conosciamo da tempo. Penso che in 2 giorni dopo in Inghilterra abbiamo fatto bene. Anche di là non è stata sbagliata la gara, ma strategicamente abbiamo cambiato perché sono gara molto diversa e abbiamo fatto bene. Anche il cambiamento per stanchezza o strategicamente un'altra cosa. Abbiamo fatto bene, poi abbiamo vinto bene la gara, abbiamo meritato da tempo che non mi ricordo, da 3 mesi che non vinciamo una gara così bene, poi quello ci dà tanto la squadra per rimanere nel girone. È iniziato, è giusto, ma è tutto molto veloce. Da giugno vediamo, c'è tanto da giocare lì. Gjithçka është shumë e shpejt, ky është një grup shumë i vështirë. Kishte një detyrim fitoria sot për të arritur për të qëndruar në lojë. Edhe ekipin e Andorrës e njohim mirë sepse jemi ndeshur më përpara, edhe është një ekip që luan me zemër. Pas Anglisë arritëm të bëjmë një ndeshje shumë të mirë, pavarësisht se mendoj që edhe në Angli luaj të mirë, bëjmë disa ndryshime strategjike, edhe për arsye të lodhjes së lojtarëve, por strategjikisht mendoj se e kemi merituar, edhe kemi disa kohë që nuk kemi fituar ndeshje të tilla edhe me rezultate të mirë. Tani shohim përpara për sheshorin. Isa Lili të Sport. Sa i kënaqur me performancën e Julian Sheut, i cili luajti 90 minuta për e re, dhe kur skuadra ka element të cilët triblojnë nga krahët, në këtë rast si Hoxha, por edhe Broja i jep më tepër zgjerbësi, sulmi në këtë rast ishte Mana që shnoi 2 herë. Quanto contento sei con Julian Sheu che ha giocato 90 minuti e con giocatori come Hoxha che fanno dribbling e aiutano anche l'attacco, come Mana per esempio. E poi sono contento con tutte le squadre, certamente. Strategico Julian, giusto la pronuncio, già da 2 mesi che seguiamo lui,
Ora contro Andorra Kundërshtar që mbyllej shumë në mbrojtje kanë bërë shumë mirë sot. Po, Nerta. Ministër, edhe një pyetje, duke parë Shqipërinë që luajti në Wembley dhe Shqipërinë që luajti sot në arenën kombëtare, dy Shqipëri të ndryshme, njërin që mbroi dhe tjetrën që sulmonte. Kundër Serbisë do jetë ndeshje paktën po themi në një nivel. Keni gjetur një rrugë të mesme si do të jetë kombëtarja, paktën në ndeshjet që janë të njëjtit nivel. La partita contro Inghilterra era un'Albania in difesa e contro Andorra era in attacco. Diciamo che con la Serbia sarà una partita a pari. Avete trovato una strada, diciamo, media tra queste? Sì, ma guarda, ripeto che è tutto molto veloce. Qualificare un mondiale, ma noi dobbiamo fare di più. Non è facile, sappiamo, la strada è difficile, già oggi eravamo sotto le cose, sotto una situazione di pressing, perché da vincere, se non fa 3 punti poi già la cosa si diventa difficile. Strategicamente dobbiamo lavorare bene, siamo contenti e felici in senso di tutte e due, attento, ripeto ragazzi, tanti calciatori hanno fatto un sacrificio enorme a Wembley. Quella è una squadra che ha fatto 2 volte la finale europeo. Vai lì e non corre, non ci prepara bene, in 45 minuti ti mettono 5 e tu rientri a casa. Tutti i calciatori hanno fatto bene, strategicamente questo abbiamo vinto, si vede di più, ma è così, è così. Dobbiamo studiare il prossimo avversario, già praticamente qualcosa sappiamo, certo, ma dobbiamo studiare, vedere. Io sono felice perché in questo momento ce l'ho tanti calciatori con voglia e con caratteristica diversa, per un allenatore è buono. Mi dispiace che qualcuno gioca e qualcuno non gioca, ma strategicamente io posso utilizzare secondo la gara e secondo quello che vogliamo. Sono contento di quello. Çdo gjë është shumë e shpejtë. Kualifikimi në botëror është pak më ndryshe dhe pak më i vështirë. Duhet të bëjmë më shumë për ta arritur aty. Sot ishim pak më tepër në presion sepse ishte një ndeshje të cilën duhet ta fitonim, edhe nëse nuk do të merrnim 3 pikë do të bëhej më e vështirë në vazhdim. Strategjikisht mendoj që kemi bërë një punë shumë të mirë. Lojtarët kanë luajtur shumë mirë dhe kanë sakrifikuar shumë edhe në ndeshjen në Wembley, që rikujtoj që është një Anglia është një kombëtare që ka luajtur finalet të 2 europianëve të fundit, dhe nëse nuk vrapon edhe nuk krijon aksione, nuk mbrohesh mirë, mund të pësosh 5 gola. Mendoj që lojtarët kanë bërë shumë mirë. Për sa i përket kundërshtarëve të ardhshëm do duhet ta studiojmë, ke filluar që tani ta studiojmë, por jam shumë i lumtur që kam shumë lojtarë me karakteristika të ndryshme, të cilat dhe me dëshirën për të qenë pjesë e kombëtarëve dhe për të luajtur, të cilat mund t'i përdor në varësi edhe të kundërshtarëve. Mirë, atëherë kjo është edhe pyetja e fundit. Falenderoj shumë dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Iro Pafsh. La signorina